Dhe ka përdorur është një formën më simbolike dhe më delikate të shoqërisë edhe të shtetit, njësoj si maskat e grabitqarëve të bankave, për të nxjerrë para me gjakun. Një raport i publikuar në maj të vitit 2025 nga shoqata Together for Life zbart për masa shqetësuese të korrupsionit në sistemin shëndetësor shqiptar. Bazuar në një anketë me 1000 qytetar, raporti tregon se 83% të pyetërve e konsiderojnë këtë sektor si të korruptuar, ku korrupsioni është i përhapur në të gjitha nivelet, nga rishfeti i zakonshëm deri tek abuzimet me tendra dhe pajisje mjekësore. Dëshmitë e pacientëve dhe familjarëve ilustrojnë një realitet të dhimbshëm. Pacientët detyrohen të paguajnë në dorë për shërbime që duhen të jenë falas, shpesh me nënkuptime se ndryshe nuk do të trajtohen. Në spitale korrupsioni shihet si normalitet, ku rishfeti justifikohet si tradit apo falëndrim. 70% e pacientëve kanë paguar rishfet për të marrë shërbim, 53% për cilësi më të mirë dhe 42% për përshpejtim të procedurave. Spitalet universitare perceptohen si më të korruptuara, të mbjekura nga spitalet rajonale dhe bashkiake. Shkaktarët kryesor të korrupsionit janë kultura e pranimit të rishfetit, mungesa e ndëshkimit, keq menaxhimi dhe pagat e ulta. Presidenti i Urdhrit të Mjekëve Dritan Trepça thekson se vetëm perceptimi i korrupsionit dëmton besimin ndaj sistemit të profesionalistëve. Eksperti Alma Lae na nënvizon rëndësinë e rolit të shoqërisë për monitorimin dhe kërkesën e llogaridhënies. Raporti bën thirrje për ndëshkim të rasteve korruptive dhe forcim të transparencës si mënyrë për të rikthyer besimin e publikut në shëndetësi.